E kishin kaluar shoqët Halimin. Dhe me që po afrohej nata, ajo i dha kafshës saj dhe ju doli përpara shoqëve. Ato ja pritën dhe i thanë, Halime, po, a nuk është kjo kafsha me cilën erdhe? Që bë kështu? Nuk e di, tha. Kjo po vrapon, që sa ma shpejt të arrim në shtëpi. Dhe ajo vajti në shtëpinë e saj. Fëmijët e saj u gëzuan se ju erdhi një vllai i gjirit dhe natyrisht se do të lunin me te. Me të hyrë në shtëpinë e saj, diçka sikur u ngjall. Nuk ishte si më përpara, ajo kishte shëndet më të mirë. Por edhe delet e saj, të nesrit, dhanë qumsht, më shumë se herave të tjera. Dhe gjithë fëqinjet e saj u habitën se si ka shumë, po kanë qumsht, delet e saj ku gjitha në një vend ku lotin. Mirë po, në shtëpinë e saj, me ardhjen e poshtjes së vogël Muhamedit, gjithçka kishte ndryshuar për të mirë dhe u shtuan bereqetet. Eminja në Mekë ishte e mërzitur se kishte mbetur pa të voglin e saj, ishte vetme. Tash Abdul Mutalibi nuk vinte 2 herë në ditë për ta vizituar, sepse i vogli i saj nuk ishte në shtëpi. Dhe ajo priste me pa durim që të kalonin 2 vjetë që gjithëndësja Halime ta sillte Muhamedin e vogël dhe ajo përsëri ta merrte në barzë dhe t'i gëzoi ardhjes së tij. Të gjata ju doken ditët, të gjata dhe asësi të vinte Halimja me të voglin e saj. Pas 2 vjetë, erdhi Halimja. Muhamedi ishte rritur, tani mund të ecte lirisht. Erdhi edhe Mutalibi. Përveç Eminës, edhe ai e mori në barzë dhe u gëzu kur e pa nipin dhe e përgëzoi Halimen se ishte kujdesur shumë për nipin dhe se do ta shpërblente. Mirë po Halimja ishte shumë e mërzitur. 2 vjetë kishte mbajtur Muhamedin e vogël. Tani nuk e bënte zemra që ta linte në dorën e nënës së tij. Se në Mekë ishte përhapur një smundje, pastaj edhe ajri në Mekë ishte ato vite shumë i nxehtë. Edhe ju drejtu Eminës i tha, Emine, unë e di se ke mall për djalin, unë e di se ke zër, mirë po të kisha lutë, ma japësh edhe një herë Muhamedin e të kthehem me te në fshat, sepse po friguam se nuk e ka shëndetin aq të fuqishëm sa t'u përballoj smundjeve që janë përhap në Mekë dhe atje në fshat me ajrin e pastër
nuk do të rrok asnjë smundje. Eminia sa qantë, ishte as që mërzitur. Njerë kishtë dhenë, me dëshirë, ja kishtë dhenë, që djali saj të rritej, të bëhet i madhë, të este, të fliste gjuhën e kulluar, po për zdyti me ndonë të se nuk do të kemë kurse si zemër t'ja jap përsëri shpirtin, t'ja jap mjaltën e vogël, gjithënësës. Edhe Abdul Mutalibi nuk ndërhyni. Është në dorën tënde, i tha oj Emine, ti duhet të vendosësh. A donë me ndalë djalin këtu, por me rrezik, sepse ka smundje në qytet, apo do ta shtrëngosh edhe një herë zemrën, edhe do t'japësh Halimin. Halimi e tha, unë po ta marr djalin edhe një herë, deri sa t'i bëj djali 5-6 vjet, nuk u kthej, sepse dua të forcohet, të bëhet i Zoti vetvetes. Atëherë smundjet meg do të kalojnë, e unë do t'jem me lumtur dhe do të vi me vrap, edhe do t'u asjellë. Atëherë Eminia morin parë Muhamedin e vogël, e përqafoj, e mbuloj me lot, dhe prap, ma në fund, ja dha me gjysë zemre Halimes. Halimes, kur erdhi ju kishte dukur rruga e gjatë nga fshati Benu Said, por kur u kthy rruga ju duk shumë e shkurt, dhe sa ora ju duk se arriti në shtëpi, dhe atje në shtëpi, që gjithë fëmijët e saj u ngriten në këmbë, u ngriten dhe u gëzuan se u kthy përsëri Muhamedi i vogël. Përsëri delet kishin qumsht, përsëri në shtëpinë e saj kishte bereqet. Kjo pra ishte një pjesë e foshnjërisë së pejgamberit ton, i cili bëri 4-5 vite në fisin Benu Said. Pra vajza ime, të gjitha këto tregime i kanë gëzimet e veta, i kanë hidhrimet e veta, sepse gjithënësja gëzohet, po ema e ka zor të jetoj pa të voglin e saj, por Muhamedi mori fuqi në fisin e Halimes. Prandaj edhe për sonte, po e përfundojmë tregimin për pejgamberin ton, Muhamedin alayhi salam. Pra ngritu dhe shko pusho. Natën e mirë. Natën e mirë, baba.